Prej veprës 7 poetika e doktor Lazaradit, kemi zgjedhur poezinë Një vdekje e dhimbshme, e marrur nga cikli Atje ku edhe buka është e hidhur. Lazaradi ishte në internim në kuç Kurveleshit. Telegramet nga familja i vinin se nana ashtu i vdek. Ai kërkoi në një ditë leje për të parë për herë të fundit nënën e tij, por nga dega e punëve të brendshme Vlorë nuk i lejua vajtja tek nëna, e ai do t'i dedikonte këtë poezi nanës tij. Një vdekje e dhimbshme. Kqyrte imazhin e nanës shkëlqimbarë dhe amshimi në alsive të kaltra ka zbriste mbi të, buzëqeshja ju shfaq si rrënqethje muzgu në një qell nate e vezullim të mekt hysh. Mbas atyne vujtjeve, vujtje shpirtit një nane, vdekja po i dukej si dritë agimi në zanafill një jetë e tre. Eja birë më thirri, pranë këtij shtrati mortor, ty nana po të pret o shpirt. As po msheh, as mordja s'don me marr, as dheu s'don me mtret, mos harro birë, po të presk. Fjalën ma ke dhanë si burr, m'ke dhanë besë. Mordja s'më shkitet sysh, qirin ma shuen era, një yll u kput, e letë kryet për kuli, ai shikim pa kufit asaj nate ko m'nali. Si mrekulli qesh, m'erdhi shpirti nanës, kthye në shi e lot e në shi, n'atë natë të gjatë kandilash. E hija jote nan, kurrë vetëm s'ka me m'lan.